Krijimtaria e pasur muzikore që mban emrin e kompozitorit të njohur Fehmi Ibrahimi ishte kryefjala e koncertit të organizuar mbrëmjen e së njëjtës në Gjirokastër. Muzika e artistit të popullit erdhi në interpretimin e talenteve të reja dhe pedagogëve të liceut artistik që mban emrin e tij. Emocion të veçantë nderuam sot 90 vjetorin e lindjes së kompozitorit të mirënjohur Fehmi Ibrahimi. Një urim të veçantë kemi sot për vajzën e tij e tritëm. Prania e saj nuk është thjesht vetëm një prani në një koncert, por një rikthim në një udhëtim shpirtëror, trashëgimi shpirtërore, të cilën ne e përcollëm nëpërmjet koncertit të sotëm. Dhe më së miri sot vërtetuam që arti dhe muzika e mirëfillt jetojnë përgjithmonë. Unë mora pjesë me marrë nga Fehmi Ibrahimi. Si ishte për ty kjo eksperiencë, besoj ndryshe? Ishte një eksperiencë e bukur dhe e re për mua. Në kuadër të 90 vjetorit të lindjes së kompozitorit Fehmi Ibrahimi, me emrin e të cilit mban shkolla artistike, ne sot sollëm këtë koncert të bukur, të organizuar së bashku me mësues dhe nxënës të shkollës, dhe jo vetëm të shkollës sonë, po kanë ardhur edhe nga Tirana, violinist, bariton, pianist dhe sigurisht dhe vajza e kompozitorit e cila është dhe organizatorja kryesore e këtij eventi. Të ftuar special ishin edhe artistë të rinj që kanë dalë nga shkolla shqiptare dhe që po lartësojnë emrin e Shqipërisë në të gjitha skenat ku interpretojnë. Jemi të lumtur që u mirëprit kaq mirë nga publiku ky koncert në kuadër të 90 vjetorit të kompozitorit famshëm shqiptar Fehmi Ibrahimi. I gjithë programi ishte me veprat e tij, kompozimet e tij. Sot në Gjirokastër me nxënës nga vendas dhe i njëjti koncert u performua në Tiranë në Pardje me nxënës dhe pedagog të liceut artistik Tiranë. Udhëtim në fëmijëri u organizua në kuadër të 90 vjetorit të lindjes së artistit nga e bija e trita Ibrahimi, e cila në këtë projekt gjeti mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër dhe liceut artistik Fehmi Ibrahimi. Është një projekt që përfshin 2 koncerte, një në Tiranë dhe një në Gjirokastër. Në Tiranë kemi qenë Pardje, sot erdhëm në Gjirokastër dhe janë në bashkëpunim të ngushtë me 2 licet artistik të këtyre 2 qyteteve, sepse ideja ime fillestare ishte që të realizoja 90 vjetorin e babait tim Fehmi Ibrahimi së bashku me fëmijët, së bashku me të rinjt që ai i donte shumë dhe i përkrahte gjithmonë, i ndihmonte me sa kishte mundësi kur ishte në krye të seksionit të muzikës në lidhjen e shkrimtarëve, duke i dhënë atyre piano, sa herë që vinin në Shqipëri, duke u dhënë partitura, duke i ndihmuar me çdo mjet që kishte në dorë, me diskje, që atëherë gjendeshin shumë pak, kështu që më lindi kjo ide e shoqëruar nga botimi një partiture ku kam përmbledhur të gjitha pjesët për piano, duke për fëmijët nga mosha 5 vjeç e sipër. Kështu që kush mund t'i luante më mirë se sa nxënësit e shkollave të mesme të muzikës ose 9 vjeçare. Kam bashkuar disa breza bashk, pasi kam ftuar nga Tirana edhe 4 artistë, 3 në Gjirokastër, 3 artistë të rinj, që janë të rinj, por që shkollën e kanë mbaruar prej disa vitesh, janë poshtë të 30-ave të 3, por janë artistë që emrin e Shqipërisë po e ngren lart kudo që shkojnë në çdo skenë. Muzika e Ibrahimit shtrihet thuajse në të gjitha zhanret, miniatura instrumentale, muzik filmash, muzik dhome, koncerte për instrumente solo dhe orkestër, simfoni, balete dhe vepra lokale. Gjatë karrierës së tij, ka fituar edhe shumë çmime të rëndësishme ndërkombëtare si në Itali, Gjermani, Francë, Salzburg e të tjerë.